sonde po ja bën sef të Agron Gora, nga Tirana. Nga Tirana. Është kandidati i parë për sonde, një herët edhe i pari që po e qelë sezonin e tretë të Kuiz Milioner, bashkë me sezonin e tretë garus të Kuizit Milioner. Do t'jenë edhe shqiptarët e Macedonisë të cilët mund të aplikojnë duke dërguar një biografi në info@milioneri.com. Goni, me profesion është financier dhe është kontabilist i certifikuar bashkë me... Kënd jeni këtu? Unë jam me Nusën, me Rebekën. Jeni sigurt? Po. Kundër kujt thatë? Kundër kujt jeni martuar? Me Rebeka. Okej, kohëve të fundit ka udhëtuar shumë dhe ka kaluar eksperienca interesante. Agroni është një fans i madh i Milionerit dhe beson se do të jetë një garues i mirë. Shpresojmë. Besojmë se Besojmë. Apo shpresojmë. Duhet të besojmë, ëh? Pastaj shpresojmë. Okej, pastaj shpresojmë. Agron, rregullat e lojës janë këto, janë 15 pyetje, 3 pragje. Pragu i parë 250 euro, pragu i dytë në pyetjen e 10 1750 euro dhe 50.000 euro. Posat na jepni përgjigjen e pyetjes së 15. Po. Mos harro trendimat. Telefono mikun, pyet publikun dhe 50-50. Rebeka këtu është, mos u mrakos fare, pra pa shpinë se ke. Filloj me njerë me pyetjen e parë, sepse edhe publiku është mjaft kurioz. Fillojmë. Për një njeri që gëzon shëndet të plot, thuhet zakonisht se është shëndosh si molla, mulla, rushi, si fiku. Po, përgjigja përfundimtare është shëndosh si molla. Sakt? Vazhdojmë. Ati që ka probleme me zemër, mjekët i sugjerojnë të bëj një korridor, tunel, bypass, viadukt. Po, korridor jo, asë tunel jo, kështu që përgjigja përfundimtare për mua është C, bypass. Sakt? Vazhdojmë. Një vepër dramatike ose një shfaqje teatrale përbëhet nga pjesët, etapat, aktet, raundet. Pjesët mendoj se jo. Përgjigja ime përfundimtare është C, aktet. C, aktet. C, sakt. Vazhdojmë. Me çfarë orientoheshin dikur udhëtarët e lundërtarët? Me yllin polar, yll deti, yll muzike apo yll xhuxh? Yll xhuxh dhe yll muzike, jo.